Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Lam të mirë, tensioni ulët, receta që duhet të konsumoni çdo ditë për ta mbajtur nën kontroll. Tensioni ulët i gjakut, i njohur në gjuhën mjekësore si hipotensioni, është një gjendje shëndetësore në të cilën presioni i gjakut në trup është më i ulët dhe shkakton marramendje, lodhje, këputje, gjendje të fikti, vështirësi në frymëmarrje, shikim të paqartë, të vjedha, rrahje të shpejta të zemrës e të tjera. Krahas konsultës mjekësore, që patjetër është hapi kryesor që duhet të ndërmerrni në rastin e problemeve akute të tensionit të ulët, ka disa mënyra krejt natyrale përmes ushqimeve të cilat ndikojnë menjëherë në mbajtjen e presionit të gjakut të balancuar. Këto receta të thjeshta por të fuqishme në efekte lehtësojnë në dukshëm komplikacionet shëndetësore që shkaktohen kryesisht edhe nga tensioni i ulët i gjakut. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim listën edhe ushqimet që janë më të mira në kushte natyrale të shtëpisë të ndihmojnë në rritjen e tensionit të ulët. Nëse ju bie tensioni për një çast, mund të përdorni ujin me krip. Uji me krip ndihmon në trajtimin e tensionit të ulët pasi elementi i sodiumit që gjendet te kripa nxit rritjen e presionit të gjakut. Për këtë recetë ju mjafton të hidhni një lugë e gjysmë çaji me krip në një gotë me ujë dhe e pijeni këtë kur ndiheni se keni tension të ulët. Edhe pirja e kafes në këto situata mund t'i japë rezultate pozitive. Konsumi i kafes ose çokoladës të ngrohtë rrit në mënyrë të përkohshme presionin e gjakut. Nëse ju vuani në mënyrë të shpeshtë nga tensioni i ulët, mund të konsumoni një filxhan kafe çdo mëngjes ose gjatë kohës së ndërmjetme të vakteve ushqimore. Rrushi i thatë. Që në lashtësi, rrushi i thatë është të përdorur si një recetë natyrale në trajtimin e tensionit të ulët. Hidhni një lugë me ujë me 30 deri në 40 kokra rrush të thatë. Lërini gjatë gjithë natës dhe e konsumoni në mëngjes me stomakun bosh. Këshillohet të konsumoni gjithashtu edhe ujin e tyre. Këtë recetë mund ta përsërisni për disa javë ose edhe një muaj. Borziloku. Borziloku është i pasur me veti mirëbërëse të organizmit, përfshirë edhe në mbajtjen e presionit të gjakut nën kontroll. Gjethet e tij janë të pasur me vitaminën C, magnez, kalium dhe ndihmon në qetësimin e mendjes, ashtu edhe në reduktimin e stresit. Këshillohet të zjeni 15 gjethe borziloku për disa minuta në një filxhan çaji me ujë. E lini derisa të ftohet. Shtoni në të një lugë çaji me mjaltë dhe konsumoni këtë pije me stomak bosh çdo ditë. Ju gjithashtu mund të përtypni edhe 4 ose 5 gjethe borziloku të freskëta çdo mëngjes në mënyrë që të lehtësoni situatën tuaj. Termi mjekësor që përshkruan tensionin e ulët të gjakut është hipotension. Niveli normal i tensionit të gjakut është 12/8. Megjithatë, një nivel i shëndetshëm i tensionit është në varësi të moshës dhe shëndetit tuaj. Hipotensioni nuk është domosdoshmërisht problem për presionin, pasi mund të jetë i shëndetshëm dhe nuk vuan nga simptoma të tjera. Por kur niveli i tensionit është i ulët jashtë normales dhe shoqërohet me marramendje dhe të fikt, mund të tregojë probleme të fshehura shëndetësore që rrezikojnë zemrën. Simptomat dhe shkaqet e tensionit të ulët të gjakut mund të jenë të ndryshme, dhe në këto situata duhet të paraqiteni tek mjeku për të marrë një trajtim sipas situatës suaj. Shkaqet e rënies së tensionit mund të jenë të ndryshme, duke nisur nga ngritja e beftë deri te shtatzania, por në disa raste tensioni i ulët mund të shkaktohet edhe nga probleme të fshehura shëndetësore. Këtu mund të përfshijmë sëmundjet nervore. Në një rast të tillë, nëse tensioni i ulët nuk trajtohet, atëherë truri dhe organet e tjera nuk do të marrin oksigjen të mjaftueshëm dhe organizmi do të pësojë një shok të mirëfillt. Simptomat e tensionit të ulët të gjakut sipas Healthline janë: marramendje, të fikt, dehidratim, mungesë e përqendrimit, mjegullim i shikimit, të përzjera, zbehje të lëkurës, depresion dhe lodhje. Ushqimet e nevojshme për uljen e tensionit të gjakut duhet të merren gjithmonë sipas situatës. Dehidratimi ul volumin e gjakut dhe si rrjedhoi tensioni bie. Për këtë arsye, ekspertët rekomandojnë të pini mjaftueshëm ujë. Sipas tyre, ju duhet të konsumoni më shumë ushqime të pasur me vitaminën B12, siç janë vezët, qumshti, kosi, djathi, drithrat ose mishi i lopës.
Mungesa e kësaj vitamine shkakton anemi dhe rrjedhimisht tension të ulët. Shparagu, fasule dhe mëlçia e viçit ose e lopës janë ushqime të pasur me folat, ndikimi të cilave në organizëm është mjaft i madh me atë të vitaminës B12. Kafeina është gjithashtu një zgjidhje për kohën sepse stimulon sistemin kardiovaskular. Ekspertët paralajmërojnë në shmangin e ushqimeve të pasur me karbohidrate të përpunuara, ato treten shpejt dhe ulin tensionin tuaj të gjakut. Tensioni i gjakut mund të mbahet nën kontroll edhe me çajin e jamballit. Pirja e këtij çaji ndihmon në rritjen e tensionit sepse ngadalëson ndikimin e aldosteronit. Ky i fundit është hormoni që rregullon ndikimin e kripës në trupin tuaj. Ullin. Ullinjt janë të pasur gjithashtu me vitaminën E, hekur dhe bakër. Shija e tyre e kripur dhe ushqimet e kripura në përgjithësi rrisin tensionin e gjakut. Edhe ushqimet e pasur me vitaminën B12 do ju ndihmojnë në situatën tuaj. Njerëzit që vuajnë nga tensioni i ulët i gjakut duhet të konsumojnë më shumë ushqime të pasur me vitaminën B12. Sasitë e ulta të kësaj vitamine mund të shkaktojnë anemi, e cila çon në pashmangshmëri të uljes së tensionit të gjakut. Vezët janë një burim i pasur i vitaminës B12. Ato mund t'i konsumoni të zjera, të skuqura ose të pjekura. Uji gjithashtu është një ndihmë shumë e mirë. Dehidratimi le pasoja të rënda në volumin e gjakut. Ulja e volumit të gjakut shkakton uljen e tensionit të gjakut, veçanërisht në momentet kur njeriu po kryen një aktivitet të caktuar fizik. Në këto raste, është mirë të konsultoheni me mjekun tuaj, pasi neglizhenca e situatës suaj nëse vuani nga hipertensioni mund të krijojë gjithashtu edhe probleme tek problemet e hipotensionit. Për njerëzit që vuajnë nga zemra ose tensioni i gjakut, lëngjet janë një nga recetat më të mira natyrale. Për të ulur presionin ndaj zemrës, këshillohet të përdorni recetën e mëposhtme. Mënyra më e mirë për të rritur tensionin që ulet krejt papritur është të pini një gotë me dhallë të kripur. Për përgatitjen e dhallës, përzieni mirë gjysmë filxhani çaji me kos të bërë në shtëpi dhe një filxhan me ujë të pishëm. Kështu mund të shikoni gjithashtu edhe me një lugë çaji krip. Pasi ta keni përzierë në një mikser, shtoni pak akull dhe e pini atë menjëherë. Për 30 minuta tensioni i gjakut do të rritet dhe në një orë do të kthehet në normalitet. Kafeja, sipas ekspertëve, nuk përbën metodën më të përshtatshme për rritjen e tensionit të gjakut. Kjo për arsyen se kafeja mund të rrisë rrahjet e zemrës, por jo tensionin, dhe të dyja këto janë të lidhura fort me njëra tjetrën. Dhalla e kripur është një burim i elektroliteve në ditët e nxehta. Dhalla e kripur rekomandohet veçanërisht në verë, kur njeriu dehidratohet nga temperaturat e larta. Një gotë me dhallë të kripur jo vetëm që shuan etjen, por edhe rikthen balancën e elektroliteve në organizëm, që humbasin si pasojë e dehidratimit. Njeriu humbet elektrolite vazhdimisht gjatë ditës, por në stinën e verës ato humbasen me një ritëm më të shpejtë. Dhalla e kripur është shumë e pasur me proteinë, me kalium, me kalcium dhe kjo e bën një burim të shijshëm dhe të shpejtë e elektroliteve, duke u kthyer në një aleat më të mirë për personat që vuajnë nga problemet e hipotensionit. Kur dalloni ose matni tensionin dhe rezultati është i ulët, gjëja e parë që duhet të bëni është që të shtriheni, të ngrini këmbët lart dhe të siguroheni që të keni liruar veshjet ose rripin, në mënyrë që të lejohet qarkullimi i gjakut në tru dhe në zemër. Në situata emergjente, si për shembull në rastin e rënjes së menjëhershme të tensionit, duhet të pini një gotë me ujë me sheqer ose thjesht të vendosni një lugë me sheqer nën gjuhë. Efekte të njëjta ka edhe pirja e kakaos, kafes ose çajit, pasi të gjitha mundësojnë ngritjen e tensionit. Sa u përket personave që vuajnë shpesh nga tensioni i ulët, ato duhet të bëjnë kujdes kryesisht me ushqimet që konsumojnë. Duhet të evitojnë në mënyrë të veçantë edhe ngrënien e sasive të mëdha të ushqimeve që ndikojnë negativisht në çështjen tuaj. Po kështu duhet të bëjnë aktivitet fizik, por duhet të mos dalin gjatë orëve të nxehta ose të kryejnë sforcime të tepërta. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.